thonë në rast se eventualisht kërkohet dëmbaja do të jetë më e shkurtër për shkakun se pjesa dëmuese e provave dhe materialeve të tjera nga gjykata vetëm janë administruar, prandaj sfidë në vetë mbetet çështja e ekzekutimit të këtyre vendimeve që siç jemi dëshmitar deri tash nuk është se kemi pasur raste të tilla të ekzekutimit të vendimeve për shkak të gjykimit në mungesë për arsyeën e vetme se fqin verior, siç e tham, nuk ka gatishmëri, nuk ka vullnet, nuk ka interes e as interesim për të bashkëpunuar me organet e ndjekjes për të dëpërtuar këta persona qoftë në kapacitetet të akuzuarve ose edhe kur ndaj tyre ka vendime të formës së prerë përmes të cilave natyrisht që duhet të bëhet ekzekutimi i tyre. Mirë po megjithatë, kjo është një satisfaksion sado i vogël për viktimat, për familjarët të gjithë atyre të cilët kanë qenë viktima të terrorit, të dhunës dhe të gjenocidit serb në vitin 1998-99. E qartë, zotëri Bayraktuari, pyetja e fundit, e dim